Përshëndetje miq, ja ku takuam përsëri sot. Unë jam Sabina, jemi on air në Youth Act Radio dhe së bashku do të jemi në minutat në vijim për të folur për një tjetër temë në kuadër të 16 ditëve të cilat janë kushtuar dhunës ndaj grave. Sot do të flasim për hapësirat sociale të dhunës në familje, por kemi edhe disa raste të grave të dhunuara, si e kanë përjetuar ato dhe ç'mendim kanë për dhunën. Rrëfimet e grave vënë në dukje kulturën e tolerancës përkundrejt dhunës ndaj grave. Dhuna në familje në përgjithësi pranohet si nga pjesëtarët e familjes, ashtu edhe nga ata që nuk i përkasin asaj. Në përgjithësi ajo konsiderohet si më pak serioze se forma të tjera të dhunës. Për shembull, Oriola, juriste e divorcuar me 2 fëmijë, thotë: "Për rastet e dhunës, në familje është e nevojshme që të ketë një kuadër ligjor. Nëse do të kishte një ligj për këtë, askush nuk do të guxonte të abuzonte me gruan e vet. Gratë janë qenë njerëzore më pak të mbrojtura në Shqipëri. Kjo është dhe arsyeja sepse abuzohen nga të tjerët. Grave u duhet të kapërcejnë shumë barriera personale, familjare dhe institucionale që të mund të përfitojnë ndihmën që u nevojitet." Për shembull, një rast tjetër është një punëtore nga Tirana, nënë e 2 fëmijëve, komenton: "Ka menduar shumë herë që ta lija burrin, por mentaliteti më ndalonte që ta bëja këtë. Prindrit, vëllezrit, motrat dhe të gjithë të afërmit më thonin: ti po na turpëron publikisht. Do ta poshtërosh familjen tënde? Duhet të qëndrosh me të, ai është shtefati yt." Vetëm pas shumë përplasjesh me veten, unë e kuptova se duhet të kisha jetën time në dorë. Për tolerimin e dhunës ka disa arsye. Dhuna në përgjithësi pranohet dhe tolerohet për arsye se viktimat nuk kuptohen, të besimit se viktimat mund të parandalojnë viktimizimin e tyre dhe duhet të vënë veten në situata të rrezikshme, të besimit se gratë meritojnë që të viktimizohen për pasojë të sjelljeve të tyre nga shqetësimi për veten, në rast se do të ndërhynin për të shmangur dhunën. Një grua e divorcuar 36 vjeç nga Berati tregon se ka pasur raste që njerëzit e kanë parë të shoqin e saj tek abuzonte me të dhe nuk kanë reaguar. Ajo thotë se të paktën ata mund të kishin telefonuar policin. Nëse nuk merren masat e duhura për të shpërndar mesazhin se dhe aktet e thjeshta të dhunës nuk duhet të pranohen apo justifikuar, një tolerancë e tillë për dhunën mund të shkaktojë një abuzim të shkallëzuar me akte të tjera më të egra. Sipas Julianës, një e papun nga Tirana, ajo mendon se shteti duhet të ndërhyjë patjetër në familjet ku gruaja dhe fëmijët abuzohen. Askush nuk e bëri këtë në rastin e saj. Njerëzit që më njihnin, thot ajo, në familjen tonë e dinin se si sillej im shoq, por ata kurrë nuk ndërhyjnë për shkak të mentalitetit se një grua duhet të jetë e durueshme. Dhuna në familje duhet trajtuar një lloj si dhuna fizike e shkaktuar nga dhunuesi të huaj. Megjithatë, faktikisht kjo nuk ka ndodhur. Ndodh shumë shpesh që policët nuk veprojnë ose nuk e konsiderojnë situatën serioze, me justifikimin se dhuna në familje është një çështje private në të cilën ata nuk duhet të ndërhyjnë. Për shembull, Oriola, një grua e divorcuar, tregon se: "Policët nuk më kanë ndihmuar as pak, me thënë të drejtën, në rastin tim. Një herë unë u largova nga shtëpia dhe shkova me gjithë djalin në polici. Unë nika nga shtëpia se im shoq donte të më vriste mua bashkë me djalin. Unë shkova në polici për të raportuar situatën, por ata nuk u dukën. Ata e mbajtën shënim, emrin dhe adresën, por nuk erdhën asnjëherë. Ishte një situatë të tmerrshme. Ata duhet të kishin ardhur dhe të arrestonin atë, por nuk e bën. Gratë nuk kanë ku të shkojnë kur ndodhen në situata të tilla të ngjashme. Për to ka streza, mbështetje financiare, mundësi për punë." Një grua tjetër, mësuese nën me një fëmijë, tregon se: "Për mbrojtjen e grave duhet të ketë më shumë ligje. Unë mendoj se policët duhet të jenë më proaktiv dhe duhet të arrestojnë një burr i cili është i dhunshëm dhe duhet ta mbajnë në polici të paktën disa ditë. Jo vetëm që policët nuk e kuptojnë dhunën me familje si krim, por gratë përmendin edhe barriera procedurale." Një grua 36 vjeç, nën me 3 fëmijë, thotë se: "Në Shqipëri ligji nuk ekziston. Unë e kam denoncuar atë më shumë se 10 herë dhe ata akoma nuk e kanë dënuar sepse nuk ka dëshmitar. Unë kam dëshmitar, por ata nuk dalin sepse kanë frikë. Pse nuk pranon ligji të dëgjoj dëshminë time dhe të fëmijëve të mi? Pse nuk konsiderohemi ne dëshmitar? Nuk është e çuditshme që shumë gra në studimin ton kanë vuajtur në heshtje duke qenë se kanë parë pak mundësi për të thyer heshtjen." Sipas një gruaje 46 vjeç, punëtore nga Tirana, këtu nuk ka ligje për mbrojtjen e grave. Në Shqipëri, ligjin e bën paraja. Kush ka paran ka dhe fuqin dhe mund të nxjerrë edhe jashtë nga shtëpia. Megjithatë, gratë shqiptare duhet të binden. Shumë nga të intervistuarat ndihen të injoruara dhe të abandonuara nga shoqëria. Një grua e papun nga Shkodra, nën e 3 fëmijëve, vën në dukje. Shoqëria duhet të bëjë shumë më tepër për të zgjidhur problemin e dhunës në familje. Duhet të ketë më shumë ligje në mbrojtje të grave. Shoqëria nuk më ofroi mua asnjë përkrahje. po ashtu edhe familja ime. E ku të shkoj atëherë një grua e abuzuar?
Unë nuk kam ku të shkoj. Kam mbetur pa shtëpi e detyruar të dhuroj dhunën. Për një grua si unë me 3 fëmijë, nuk kam mundësi për punë, prandaj unë nuk kam kurajo ta divorcoj, sepse nuk gëzoj pavarësinë ekonomike për të ushqyer fëmijët e mi. Mundësinë e punësimit për gratë e divorcuara janë shumë të domosdoshme. Vështirësitë të tjera lidhen me shërbimin shëndetësor të papërshtatshëm. Shumë gratë të dhunuara mund të jenë të detyruara të shkojnë te mjeku, në klinikë ose te urgjenca e spitalit. Mjekët janë profesionalë në ndihmën që i sigurojnë atyre për mjekimin e plagëve, por ndihma mbaron me aq. Vetëm 2 gra përmendin se mjekët i kishin referuar te qendra e këshillimit për gra. Punojësit e shërbimit shëndetësor kanë përgjegjësi ndaj viktimave të dhunës në familje. Duke qenë profesionist, ata duhet të jenë të ndërgjegjshëm për rolin të cilin luan abuzimin në disa nga problemet e shëndetit emocional. Një punëtore 37 vjeç nga Berati vë në dukje. Unë kisha shqetësime emocionale çdo ditë, edhe tani nuk jetoj më dot me të. Unë paguaj pasojat e atyre ditëve. Kam dhimbje të tmerrshme koke, kam vështirësi që të më zër gjumi, kam mangthe dhe doktori më ka dhënë Valium. Në shumicën e rasteve, dhënia e medikamenteve psikotropik nuk është e përshtatshme. Punojësit e shëndetit duhet të kuptojnë se gratë e dhunuara nuk kanë probleme të shëndetit mendor dhe nuk duhet të trajtohen si të tilla. Simptomat emocionale të grave shpesh herë janë një reagim i shëndetshëm përkundrejt rrethanave të pashëndetshme të jetës së tyre. Efektet afatshkurtër dhe afatgjatë të qetësuesve nuk duhen neglizhuar. Përveç frikës së varësisë, qetësuesit krijojnë pasivitet dhe krijojnë aftësinë e gruas për të vepruar me qartësi. Punojësit e shëndetësisë duhet të sigurojnë grave informacion për mundësitë dhe burimet e ndihmës, për shembull qendra këshillimi, streza, dhe të krijojnë mundësi kontakti me individ dhe grupe të specializuar për trajtimin e problemeve të dhunës. Vihet në dukje se dhuna ka nevojë urgjente për programim trajnim dhe sensibilizim për punojësit e shëndetësisë në dhunën familje. Toleranca sociale për dhunën e familjes reflektohet me besimin e vazhdueshëm se dhuna midis partnerëve është një çështje private. Ndërkohë që një numër i madh të intervistuarave e kuptonin dhunën në familje si një çështje publike. 6 të intervistuara nga 55 deklaruan se kjo ishte një çështje private. Një grua nga Berati thotë se dhuna nuk është punë e botës, është problem i familjes dhe i të afërmve. Për zgjidhjen e problemit është përgjegjës vetëm çifti. Policia nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Vetim shoq më rre mua shpesh. Por fëmijët ndryshojnë dhe ai ndryshon. Bota nuk ka punë me problemet e familjes time. Duke dashur që të ndihmojnë thyerjen e heshtjes për dhunën në familje, gratë japin sugjerime për rritjen e ndërgjegjësimit të shoqërisë. Për shembull, një grua 36 vjeç, ekonomiste, nënt me një fëmijë, thotë: institucionet shtetërore, bashkë me organizatat jo qeveritare, duhet të angazhohen më tepër në luftën kundër dhunës në familje. Është shumë e rëndësishme që t'i bësh gratë të ndërgjegjshme dhe duhet të kuptojnë luftën kundër dhunës. Gratë duhet të fuqizohen që ta ndjejnë se ato mund të kontribuojnë në zgjedhjen e problemit. Së dyti, unë mendoj se më shumë e rëndësishme që të hartojnë programe për burra në lidhje me këtë çështje. Duhet të organizohen diskutime midis burrave dhe grave. Për zgjidhjen e këtyre probleme ka shumë mënyra. Është shumë e rëndësishme që në çdo shoqëri të thyet heshtja e tillë, e cila mbulon çështjen e dhunës në familje, si dhe të njihet shtrirja e gjerë e problemit, si dhe thellësia e dhimbjes së fshehur të viktimave. Le të shpresojmë se me kalimin e viteve gratë duhet të flasin një zëri për dhunën në familje dhe do të bëjnë të mundur që të rritet vëmendja sociale, gjë e cila do rezultojë në bërjen e ndryshimeve të normave kulturore, ligjeve dhe politikave sociale, që do të përmbushin nevojat e grave të dhunuara. Ky ishte edhe programi për ditën e sotme. Ju ftoj të na ndiqni përsëri nesër në një temë tjetër rreth dhunës ndaj grave. Faleminderit për dëgjimin, nga unë Sabina Ditëmbar.